Midis farisejve ishte një njeri me emrin Nikodem, një kreu I judenjve. Ky erdhi natën te Jezusi dhe I tha: Mësues, ne e dim që ti je një mësues I ardhur nga Perëndia, sepse as kush nuk mund të bëj shenjat që bën ti, nëse Perëndia nuk është me të. Jezusi ju përgjigj dhe I tha: në të vërtet po të them që nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndis. Nikodemi I tha: po si mund të lind njeriu kur është plak? A mund të hyjë ai prapë për së dyti në barkun e nënës, së vetë dhe të lind? Jezusi ju përgjigj: në të vërtet po të them se kush nuk ka lindur nga uji dhe nga fryma nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndis. Jezusi I dha formulën Nikodemit. I tha: njeriu duhet të lindi përsëri. Pa si mund të lindi njeriu përsëri? Duke pranuar Jezusin. Nuk ka rëndësi qa moshe, I ri apo I vjetër, mashkull apo femër. S'ka rëndësi. Rëndësi ka zemra e njeriut. Njeriu ja dorëzon zemrën e vet, duke pranuar Jezusin si shpëtimtar edhe si Zot. Kjo është e vetmja mënyrë që dikush rilindet ose lindet përsëri. Si? Me anë të frymës së shenjtë të Perëndis. Pse? Se ti kur thua Jezus ti je Zoti im, ti je shpëtimtari im. Njeriu që thot këtë, do me thënë fryma e Perëndis e ka bërë atë njeri që ta dëshmoj Jezusin si Zot dhe si shpëtimtar. Ajo mund të bëhet vetëm me frymën e Perëndis. Nëse është dikush që po më dëgjon edhe shikon, të ftoj që të lindësh përsëri. Kjo është një rilindje shpirtërore. Pranojini Jezusin si Zot dhe si shpëtimtar në jetën tuaj. Ju bekoj në emrin e Jezu Krishtit. Amen.